ta themi pa ekuivok. Sali Berisha është lider historik i Partisë Demokratike. Kontributet e tij në Partinë Demokratike janë të padiskutueshme në vitet e para të pluralizmit. Por sot ai është sa është mosha ime. Është 36 vite në politik. Ai sot është i konsumuar politikisht, i izoluar ndërkombëtarisht, i paaft për të bashkuar opozitën dhe qëndrimi i tij në krye të Partisë Demokratike dëmton opozitën dhe ndihmon Edi Ramën duke u kthyer në kambaleci që e mban në pushtet Edi Ramën. Sali Berisha është një barë për opozitën dhe duhet t'i jap krahun një brezi tjetër. Dhe kjo nuk është më një çështje individësh, por e standardeve demokratike që edhe sot pas 36 viteve të rinë të rasin që duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sot një brez i tërë kërkon ndryshim, po përballet me një politik dhe leadership që mbyll garën, kontrollon proceset dhe mbron interesat personale të veta. Në vend hapjes kemi mbyllje, në vend konkurrencës tentohet përjashtim, në vend të rregullave arbitraritet. Pavarësisht një fushate 5 mujore në gjithë vendin dhe mbështetjes së gjerë që kemi nga antarësia, ju e pat që kandidimi im u bllokua pas një vendim formal. Nuk u dha se drejta minimale për të garuar, sepse Sali Berisha e di siç e di gjithë Shqipëria që me zgjedhje unë do ta mundja, që energjia në gjithë Shqipërinë do të ishte ndryshe, që Partia Demokratike do të bëhej fituese. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi që i bëhet një individi, por është deformimi i qëllimshëm i procesit për të shërbyer Edi Ramës. Pas 36 vitesh në krye, ai mban përgjegjësi drejt për drejt sot për gjendjen në të cilën është Partia Demokratike. Ai sot përfaqëson të shkuarën dhe është pengesë për ndryshimin. Shkelja e hapur e statutit dhe premtimeve që i ka dhënë edhe këtu në Dibër për mosdorëqen pas humbjes tregon qartë mungesë përgjegjësie dhe refuzim të rregullave bazë mbi të cilat funksionon një parti politike. Sepse shumë me të drejtë do të thonë atë që po e them unë këtu. Kur Sali Berisha nuk më mundot mua duke pas listën, duke pas burimet financiare, mediat, regjimin, si do ta mundësh Edi Ramën o zotëri? Se sikur të mos mjaftojnë të gjitha këto, ai përjashton të gjithë kundërshtarët, përjashton zëra ndryshe dhe po e tkurr Partinë Demokratike për interesa personale. Dhe kjo është rruga që kërkojnë ta shuajnë Partinë Demokratike, por ne nuk do ta lejojmë. Partia Demokratike nuk e meriton. Demokratët nuk e meritojnë këtë, Shqipëria nuk e meriton. As të rinjt që kërkojnë shpresë, as profesionistët që kërkojnë angazhim, sepse zgjidhja është e qartë. Të hapim partinë, të pranojmë garën, të lejojmë fraksionet, të respektojmë mendimin ndryshe, të ndërtojmë përfaqësim real. Shqipëria nuk meriton që mbas 36 vitesh të jetë ende në tranzicion. Ky tranzicion do të marrë fund kur të ndryshojnë dinozaurët e politikës që e mbajnë peng Partinë Demokratike. Dhe ky akt duhet firmoset nga një parti demokratike e reformuar, e bashkuar dhe fituese. Kjo kërkon guxim, vendime të vështira, kërkon një drejtim të ri.